Mbërritja e Ivanka Trump, vajzës së presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump në Shqipëri, duket se ka qenë lajmi kryesor sot në mediat shqiptare, që në orët e para të mëngjesit kur zonja Trump ka mbërritur në aeroportin e Rinasit, më pas udhëtimi i saj drejt Vlorës, ku është vendosur me gjast në vilën qeveritare të Ujit Ftohtë, vila që i takonte dikur dhe u ndërtua për ish kryeministrin Mehmet Shehu. Duket se ka qenë në qendër vëmendjes, ju mjafton të shihni rrjetet sociale dhe mediat online për të parë filmime nga distanca të vajzës presidentit Trump dhe shoqëruesve të saj në disa nga zonat e Vlorës. Masa të jashtëzakonshme sigurie ka pasur Vlorë, ka pasur rruga nga Rinasi në drejtim të Vlorës, e gjithë zona e qytetit dhe zona e periferisë. Pra zona ku ajo do të kalonte paraditës sotme dhe gjatë drekës për një, po quaj, mision që deri tani duket pak më i qartë. Zonja Trump ka mbërritur për të vëzhguar zonën ku pritet ketë një investim tashmë shumë herë të paralajmëruar të bashkëshortit saj në kuadrin e konsorciumi biznesmenësh amerikan, një grupi biznesmenësh ndërkombëtar dhe një fondi qeveritar të shtetit të Katarit. I gjithë ky konsorcium mix mes biznesmenëve amerikanë ndërkombëtar dhe fondit Katarit pritet që të zhvillojë fillimisht një sipërfaqe prej 1 milion metra shkatror në zonën e Zvërnecit, duke ndërtuar një projekt që nëse do të jetë ashtu siç është prezantuar deri tani mbetet një nga më të jashtëzakonshmit në Ballkan dhe ndoshta në të gjithë Europën, dhe më pas, dhe këtu ende është pak e paqartë, një projekt të dytë për zhvillimin e Sazanit, ishullit përballë Zvërnecit. Të dy projektet duhet të jenë të lidhur ose tentojnë të jenë të lidhur me njëri tjetrin përmes komunikimit dhe bashkëpunimit në dërgimin nga njëri tek tjetri të turistëve apo të investimeve që janë të lidhura. Por çfarë dihet deri tani për vizitën? Zonja Trump ka mbërritur sot paradite, do të qëndrojë 48 orë, do të largohet të premten paradite. Nuk ka të dhëna deri tani që të shoqërohet nga bashkëshortët, shoqërohet nga biznesmenët, partnerët lokal të këtij konsorciumi ndërkombëtar që është Castrati Group, paktën kështu duket nga filmimet, dhe ajo ka mbërritur në një grup prej rreth 80 arkitektësh nga vende të ndryshme të botës, cilëve do t'ju prezantoj vendin e projektit. Çfarë dim ne deri tani për këtë projekt? Para se të shkojmë se çfarë dim ne për këtë projekt, le të sqaroj pak të gjithë situatën e zonjës Trump dhe të familjes Trump. Jared Kushner dhe Ivanka Trump mbritën për herë të parë në Shqipëri rreth 5 vjet më parë, mos gaboj, të ftuar nga djali i Lordit Rothschild, i cili i mori ata në i solli në aeroportin e Rinasit, i mori me helikopter në portin e Durrësit, më pas ata lëvizën nga zona e Durrësit në drejtim të jugut të Shqipërisë, ndaluan në zonën e Vlorës, vizituan Sazanin, më pas vazhduan më në jug, ata shkuan për të vizituar pjesën e Qeparojit dhe Dërmiut, ku vizituan shtëpinë e ish shefit të Shërbimit Sekret Amerikan George Tenet, dhe më pas drekuan edhe në një nga restorantet aty afër, më pas vijuan drejt jugut, ku në Butrind qëndruan të shoqëruar nga urontari i cili luante rolin e përkthyesit, vizituan Butrindin dhe më pas edhe një kishë të famshme dhe një zonë në brendësi të Shqipërisë për arsye të kuriozitetit që Ivanka Trump tregoi në atkohë për Shqipërinë. Deri në momentin që mbritën në Shqipëri, ata nuk kishin në informacion të madh për vendin, madje kishin po quaj paralajmërime që vendi ishte i pasigur dhe duhet të bënin kujdes. Por menjëherë pas kësaj vizite dhe mbas vizitës që ata patën në Sazan, Jared Kushner, Ivanka Trump, këtu nuk i di kulisat se si kanë lëvizur, treguan një interes për të investuar në këtë zonë. Fillimisht u gjet i gatshëm për të mbështetur financimin Fondi Sovran i Arabisë Saudite, por me kalimin e kohës ky fond sovran u zëvendësua nga një tjetër fond shtetëror i Katarit. Aktualisht, Fondi i Katarit ka dhënë dispozicion një shifër relativisht shumë të lartë, shumë të lartë për Shqipërinë flas, e cila ende nuk është bërë publike në gjithë detajet e saj, por flitet për një investim që i vërtitet rreth 1.5 deri në 2 miliard euro, të cilat do të jenë fillimisht për investimin që bëhet në Zvërnec dhe më pas për investimin që bëhet në Sazan. Deri tani, nëse referohesh deklaratave të bëra publike nga kryeministri në emisionin Opinion pa kompar, Zvërneci është në zhvillim e sipër, për të kanë sjellë dhe një plan në zhvillimi, ndërsa për Sazanin ende janë në momentet e para të paraqitjes së interesit, por nuk kanë sjellë një plan konkret se çfarë do ndodh me të.
Ndërkohë, nëse i referohesh Jared Kushnerit dhe Ivanka Trump në disa podcaste dhe disa deklarata në mediat ndërkombëtare, ata pretendojnë që përveç Zvërnecit do të zhvillojnë edhe Sazanin, ku pritet ndërtohet një hotel i standardit të Aman Hotel, një seri vilash dhe një qendër e Sazanit e hapur për frekuentimin e të gjithë turistëve. Deri tani dihet që është në rrugë zhvillimi për Zvërnecin. Nga informacionet që kam unë dhe nga sa kam parë unë, por gjithsesi këto janë ide paraprake. Në Zvërnec pritet ndërtohet në 1 milion metra katror një kompleks i plot ose grupe kompleksesh të cilat do menaxhohen si hoteleri dhe rezidenca nga disa prej grupeve më të mëdha të hotelerisë në botë, siç është Four Seasons, Rosewood Hotel, Schwalblanc, Atlantis Group apo Novotel dhe nivele pak më të ulta. Ky koncept është identik me konceptin e përdorur në Red Sea Project në Arabinë Saudite dhe bëhet fjalë për një investim që do të menaxhohet i gjithi si një tër. Një gjë që i ka munguar Shqipërisë deri tani sepse investimet janë njëri për një hotel, tjetri një hotel, njëri një hotel si e mendon, tjetri një hotel si e mendon dhe nuk kompozohet ose nuk trajtohet e gjithë zona nga një dorë vetme pavarësisht prej ndryshimeve arkitektonike. Kështu që projekti i Zvërnecit duket më pranë realizimit të tij ose nisjes së tij, sepse realizimi do të kërkojë kohë, ndërkohë që projekti i Sazanit pritet të jetë pas këtij në radhë, po ende pra ka interes për të sepse ka pasur komente që janë të rrequr nga Sazani, ende vijojnë të kenë komente. Sot Ivanka Trump ka mbritur me 80 arkitektë, të cilët nuk do merren, masterplani është i bërë, po do të merren me detajimin e këtij masterplani për shkuar për secilën nga rezidencat, për secilën nga hotelet, duke pasur parasysh dhe ndërtimin e aeroportit Vlorës, që zoti e di kur do mbarojë dhe se do mbarojë me sherrrat që ata kanë. Zvërneci mund të kthehet në një nga pikat turistike më të rëndësishme të Shqipërisë dhe padyshim më të rëndësishme të Europës, nëse investimi do jetë në atë standard që pretendohet deri tani. Pra 1 milion metra katror të Zvërnecit, të cilat do të ndërtojnë një seri prej 8 hotelesh mos gaboj, që veç hoteleve do të kenë dhe rezidencat e tyre. Pra kush do të bëjë apartamente ose vila do të ketë të administruara nga këto hotele. Është një nga stilet e reja të investimit sot në botë, që sidomos gjendet në mënyrë të materializuar në mënyrën më të mirë të mundshme në Red Sea Project. Kështu që nëse doni të kuptoni Zvërnecin, lexoni se si ka funksionuar Red Sea Project. Cili do të jetë roli i investitorëve ndërkombëtar? Çfarë roli do të luajnë partnerët lokal? Këtë nuk e di që sot gjatë gjithë ditës bashkë me arkitektët e huaj kanë qenë edhe drejtues të strukturave shtetërore që merren me lejet e ndërtimit dhe të mjedisit dhe me zhvillimin e territorit, të cilët kanë qenë së bashku me arkitektët e huaj dhe ekipin e Ivanka Trump. Më pas Ivanka Trump është parë duke bërë fotografi, duke shoqëruar nga arkitektët, koha nuk ka qenë shumë e mirë, por gjithsesi ajo ka arritur të vizitojë zonën rreth rrotullt të Zvërnecit. Bëhet fjalë për bregtetin e Zvërnecit, pa prekur lagunën dhe manastirin. Ky është qëllimi i vizitës zonjës Trump për 48 orë në Shqipëri.